Pastaj shkam kujtohet interesant është çështja e banorëve të shpellës. Innahum fityatun. Amanu bi rabbihim. Ishin Djelmosha i çon Kur'ani. Fjala Allahu dhe xhelal, djelmoshat janë këto rinia. Edhe interesant se du ta përmendin çështjen e banorëve të shpellës se ndoshta është më për afërt, sepse dikush kur mendon që për Ibrahimin alayhis salam thotë, po mirë, ai pejgamberi i Zotit do të bëhet. Ata pritet për të një shpallje që do t'i jepet, një përgatitje e tij, për Musa nëse flasim gjithashtu që është në rini për Jusufin alayhis salam, që Isa alayhis salam mosha e tij ka qenë 17 vjeçare kur është ballafaqur me gruan e mbretit në qendrëshmërinë e tij. Po të banorët e shpellës s'kan qenë pejgamber. Ama kur i çon Allahu amanu bi rabbihim, kanë besuar në Zotin. Do të thonë çështja e rinisë është sikur beson, kur e ka imanin në rregull, atëri tregon ato, domethënë vendimet e duhura në momentin e duhur, në momentin më të mirë dhe më të çelluar. E bën sakrificën e duhur me lejen e Zotit. Dhe çështja Usame ibn Zeidit. Usame ibn Zeid herët, do thonë e ka angazhuar pejgamberin i ushtrisë. Në ushtri i ka pas Ebu Bekrin, Omerin. Po bile edhe Ebu Bekri nuk pranon ta largoje prej postit. Edhe pse Omeri insiston. Për shkak se në mesin e tyre ka ushtri që e ka nisi dërguari i Allahut, nuk më ka hije unë që ta pengoj. Edhe ka qenë bereqeti, ase që ka pas sukses më tutje. Do thoni kanë shkruar rreshtat e arta të historisë islame dhe me fillimisht me caktimin e Zotit, po ashtu edhe me angazhimin e tyre, Islami është përhap për një kohë të shkurtër në një perandori e cila është perandoria më e madhe që ndonjëherë ka njohur histori. Nuk janë shembuj, mos ti paramendojmë se ato kanë qenë shembuj që shumë e lehtë ka qenë për ta, e kanë pa pejgamberin Allahut dhe janë bashku. E kanë pasu. Po jo, ato e kanë pas sfidat e veta të kohës. Musab ibn Umeri e le jetën komode, lukset të tij, më të mirë. Nëna e tij e bojkoton, derisa kur vdes në betejën e Uhudit, nuk kanë me çka me mbulu. Subhanallah. Andaj sot ai ka qenë mësuesi i parë i banorëve të Medinës. Po si thotë ambasador i parë për në Medinë. Domethënë sfidat i kanë pas. Edhe ai si i ri është dash me lan diçka për hir të Zotit. Do thonë, padyshim një jetë këndshme secili e ka lakmi, të rehatshme, një jetë ku i sigurohet atij në edhe, do thonë, strehimi, edhe familja, do thonë, martesa, veshmbathja, ushqimi i mirë, por e la atë për një ideal shumë më të madh, që është besimi në Zot.